Exiola Sheu, Euronews Albania. Pyetja e parë është për ju, zoti president. Kryeministri Rama më herët, por edhe sot në konferencë për media, ka deklaruar synimin që ka Shqipëria për përmbylljen e procesit të negociatave të antarësimit deri në vitin 2027 me qëllim antarësimin me të drejtat plota në familjen europiane në 2030. E shihni ju këtë si një objektiv realist dhe të arritshëm në këtë afat kohor? Ndërsa për ju, zoti kryeministër, vijon në të njëjtën tematik, gjatë fushatës elektorale ju kërkuat shqiptarëve votën me qëllim për t'ju premtuar atyre dhe dhënë pasaportën europiane. Tani që qytetarët ju besuan sërish mandatin e 4, a është ende premtimi që Shqipëria të jetë Bashkimin Evropian në 2030? Faleminderit. Well, I'm not looking for a magic. Unë nuk është se po kërkoj ndonjë datë në vetvete magjike, por ne do të shikojmë dita ditës se çfarë po bën Shqipëria, pra arritjet e Shqipërisë dita ditës. Dhe sa po të kemi përfunduar procesin, në atë moment Shqipëria do të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Pse jo madje edhe më përpara? Pse jo përpara vitit 2030? Që do të thotë që në rast se Shqipëria do të vijojë me këto rezultate me të njëjtën ritëm, atëherë është tërësisht e mundur që Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian përpara vitit 2030. Megjithatë, gjitha kjo varet nga ecuria juaj, pra nëse do të vijoni me të njëjtën ritëm, dhe unë jam i sigurt që me këtë mesazh të fortë që kam për qytetarët shqiptar dhe për ju, Edi, për ekipin tuaj, që në muajt në vijim dhe në gjatë 2 viteve në vijim, unë jam i sigurt që ju do të bëni një punë të shkëlqyer. Dhe vitin tjetër, kur të vi sërish për vizitë, jam i sigurt që nuk do të na duhet që t'i përgjigjemi të njëjtës pyetje, pra do të jetë e mundur apo jo, sepse ndoshta pyetja do të jetë që po, unë këtë dëshiroj të dëgjoj, pra që Shqipëria do të bëhet shtet antar së shpejti. Faleminderit. Besoj që në të gjitha rastet do vish vitin e ardhshëm se do hapim kolegjin e ri. Right? Jemi duke ndërtuar një godin që është më e bukur se ajo në Brush. Kjo është ambicia, edhe do vish ta inaugurosh në të gjitha rastet. Tani përsa i përket pyetjes, unë nuk e kuptova pyetjen, ose më saktë po them, po bëj sikur se kuptoj, sepse pyetja ishte që gjatë gjithë fushatës unë thash diçka për të marrë votat dhe cirku mbaroi, apo ajo që thash mbetet në fuqi. Kështu që unë po bëj sikur s'po e kuptoj pyetjen, dhe po them që jo vetëm që i qëndroj asaj që kam thënë, që ne na është dhënë mundësia historike, pasi janë rreshtuar yjet bashk dhe Bashkimi Evropian ka hapur derën, që të hyjmë në atë derë nëse ne bëjmë të gjitha ato që janë të shkruara dhe të përmbledhura në planin që kemi në tavolinë së bashku me Komisionin deri në fund 2007.